Duke parë bashkëpunim mes ekipit emergjent dhe zjarfiksve, ne morëm një aktivitet të tillë në mënyrë që t'i vëdësojmë edhe nxënësat, që ta bartmi vedijen e parandalimit të zjarreve dhe mbajtjen e mjedisit ashtu qysh e lyp, sepse ne deri tash kemi pas mjaft zjarre fushore, përveç atyre nëpër objekte, të cilat kanë qenë më të pakta, ndërsa këto fushore kanë qenë më shumë, po që dëmtojnë edhe sistemin ekologjik, po paraqesin edhe rrezikshmëri, gjithashtu po na dëmtojnë edhe pyjet, çka është shumë e rëndësishme ajo që nëse dëmtohet pyet, si them ne, edhe pyet jo një organizëm që jepen përfrymarrje për këto, kështu që është mirë që sa më shumë bëjmë kësi aktivitete, ti vëdësojmë edhe nxënësit në mënyrë që ti parandalojmë. Kështu që ne kemi filluar një fushat të tillë që me zjarfiks, pasi që janë domenin e tyne, dhe të shpërndajmë edhe fletushka se si të kenë informacion qytetarë në këtë kuptim që edhe kur të shohin në zjarr, t'i paralajmërojnë në zjarfiksit, po dhe ata vetën ta paraqesin edhe të kenë kujdes gjatë dhezjes së zjarreve aty ku është e nevojshme, po të kenë një përkujdese sepse ndodh që prej një cigare të cilën e hudhmi në natyrë, mund të ndodhë një shpen të merë dhe të barë dikun tjetër dhe të kryot një zjarri tillë, që paraqetin edhe dëmtim të ambientit, po edhe shpenzime tjera të cilat i vinë pastaj për shurjen atij zjarri. Po ne do të mundohemi që do të shkojmë edhe në për shkolla tjera, sot i kanë pa 2 aktivitetet të tilla, domethënë në shkollën dëshmore të Vitiz dhe në shkollën teknike profesionale Janus Zejnullah, ku në ora 1 do të mbajnë edhe atje një ligjërat, po nuk do të ndalmi, sepse ne edhe disa aktivitet tjera i kemi pas, si për shembull vitin e kaluar kemi pas 2 aktivitete për aksidentet kur ndodhin, po edhe kur ndodhin edhe tërmecet, se si duhet veprojmë dhe se duhet të mbrohemi nga to, kështu që do të mundohemi në këtë mënyrë që ta bëjmë një edukim sa më të mirë të rinjës tonë. Po, sot jem të shkolla fillore dëshmore të Vitijës, në kuadër të aktiviteteve javës Agjencionit Menaxhimit të Emergjencave, me dot 25, do më thonë sot në agjende kemi që të zhvillojmë tema të ndryshme rreth sigurisë, me nxënës, rreth parandalimit, rreth evakuimit, rreth planit të evakuimit, rreth planit për mbrojtjes nga zjarri. Këtë ky qëllim edhe ky aktivitet është që ti sensibilizojmë qytetarët, nxënësat, si ngjinën situatat më të rrezikshme që i kërcënohet jeta e njeriu dhe pasurisë. Sot në takime nxënës kemi ligjëruar rreth numrat të kontaktit në emergjenca, kemi ligjëruar rreth parandalimit të zjarreve, rreth ndihmës parë në aksidente rrugore. Domethënë kemi ligjëruar shumë tema të ndryshme rreth tërmeteve, stuhyje të ndryshme. I kemi prek gjitha temat të cilat e kërcënojnë jetën e njeriu. Domethënë sado pak nxënësit të morën një ori bazike fillimisht për ta mbrojt vetveten, për ta mbrojt kolegën, për ta mbrojt familjarin, për ta mbrojt qytetarin, domethënë me një fjalë të zvoglojmë rreziqet në njerëz dhe pasuri. Qëllimi jonë është çdo herë të sensibilizojmë qytetarët sa do pak që mos vije deri te një humbje e jetës së njeriu nga pakujdesia, nga mosdia, edhe nga shumë sene të tjera. Kemi biseduar edhe për shkaktarët e zjarrit, kemi biseduar edhe shumë pika tjera, domethënë kemi ka. Unë me këtë pikë nuk jam i kënaqur as pak, edhe pse na kemi kërkuar mbas që kemi bosh shpesh herë kemi bën inspektimet me inspektorin e parandalimit të zjarrit, që gjitha shkollat ta kanë planin e mbrojtjes nga zjarri, planin e evakuimit. Ato janë shumë të rëndësishme. Një shkollë që se ka një plan në situata krize ndryshme, fatkeqësi, zjarri, tërmeti, stuhia apo kërcënim tjetër, do të ketë pasoja për shkak se nuk dihet kur ndodh një tërmet
mund më bo një tollovi aty ku nuk ka një plan, nuk ditë kush ka shkon, nuk ka pikat kontaktit ku kanë më grumbullu, ku ka me dhonë ndihmën e parë, ka kanë me dolet emergjente, ka i kanë, do më thonë, plani gjitha punët, plani evakuimit, tik fjellon, do më thonë, edhe ndihmon që në situata në krizë që ka njeriu, të kish pasoja sa ma pak. Nëse drejtorat e shkollës janë përgjes me ligje e kanë obligative me bon një plan të evakuimit. Drejtori është përgjes, zëvendës drejtori është përgjes për këtë plan. Edhe për çdo sen sigurin në për shkolla, për nxënës, edhe për këtë stafin, edhe për vetë vetën. Do më thonë, edhe ligji obligon. Po nëse kërkohet, na do t'i kështu më dhëndim, nuk e kem asnjë problem, po muj me thonë se Vitia pak e hiq s'ka plan. Do më thonë, jo veç Vitia, po shumë shkolla nuk kanë plan të evakuimit, as plan mbrojtjes nga zjarri, edhe ka shumë mangësi që duhet me pas, për shembull ka shkollë që nuk ka dalë emergjente që duhet me abo, janë me defekte ku na kemi bërë inspektime dhe ma herët i kanë proces, do më thonë shkrume, çka duhet më përmisu, me aparat për fikën e zjarrit shkollat janë mirë, për shkak se e di shumë saktësisht që aparat për fikën e zjarrit shkollat kanë mjaftueshme dhe i kanë testuar, nuk i kanë planet. Jo. Nëse kanë plan li ta prezantojnë publikisht, nuk i kanë planet. Duhet me pas plan mbrojtjes nga zjarri, duhet plan të evakuimit, duhet me këshyr objektin, a ka defekte në instalim të elektrik, a ka dalje emergjente, si është puna me aparat zjarr fiksa, si është puna me hidronta, do më thonë, a ka rrufe pric. Jënë shumë sene pika që e rizikojnë jetën e njeriut në për shkolla edhe në për objekte tjera. E që do të plësuar. Dhe më thonë bashkarisht, do të eliminojmë këto defekte në interes të përgjithshëm qytetarë. Jemi pranë shkollës fillore dëshmorët e Vitinjës në Vitinj. Në kuadër të javës AMBE-s kemi zhvilluar disa ligjerata të shkurta për nxënësit e kësaj shkolle. Po ashtu do të elaborojmë edhe një ushtrim praktik, bas ligjeratave që i bënëm, me nxënësit e rritur të klasave nënta. Besoj se kanë marrë shumë informacione lidhje me zjarrin dhe operativën, se si fiket zjarri. Tash i kemi zjarr fiksat në të cilën do të kyçen edhe ata onën praktike, do të elaborojnë një zjarr të vogël, se si bëhet fikja e zjarrit, rreziqet praktike që ndodhin gjatë fikjes zjarrit, po edhe rrethinës.